Përshëndetje. Mirë se ju gjetëm. Si është atmosfera? Atmosfera fantastike, unë ju falenderoj publikut që sonte ishte krijuar një atmosferë të bukur, ne u ndjem shumë mirë dhe shpresoj të shihemi radha të tjera. Ju sot ishit qershia mbitor, pra njerëzit mbeten deri vonë për t'ju parë, për t'ju dëgjuar. Unë ju falenderoj atyne për respektin që tregojnë ndaj grupit Elita 5. Kjo është respekt me vite që tregojnë dhe unë e falenderoj nga zemra. Ato janë forca e grupit Elita 5. Derisa i kemi publikun, këtë lloj publikus ne do të ekzistojmë akoma edhe më të tjerë. Atëherë sa vite vajte të skenë bashkë me grupin? Parafërsisht 20 vite jemi në skenë dhe akoma publiku e kërkon grupin Elita 5. Akoma në këtë lloj ritmi. Për na mban gjithmonë publiku, duar fërkiqja, pritja e publikut është ajo që na jep forcë që akoma të ekzistojmë dhe të krijojmë për këtë publik të mrekullueshëm. Keni një mesazh për shqiptarët sot në këto ditë? Unë dëshiroj që shqiptarët të jenë sa më të bashkuar, të ketë qetësi dhe shqiptarët dhe shqiptaria kudo që janë të ecin përpara. Dëgjuam himnin kombëtar sot në një version me kitarë. Gjithmonë ajo është pjesë e koncerteve tona, do me thonë himni është diçka e shenjtë për neve dhe ne me kënaqësi gjithmonë në koncertet tona himnin e kemi si një pjesë të repertuarit të grupit Elita 5. Ju dhe pse jeni rock metal, keni motive të popullit shqiptar, të muzikës popullore shqiptare. Mund të përmendni disa nga këngët? Ka plot, ka këngë Sajzeza, Gjimë Bone, mandej ka edhe çka ka syri, fjalët e Qiririt, do të thonë gjithmonë në çdo album neve e kemi bën nga një këngë, kemi përpunuar nga popullorja në rock dhe ka qenë ajo një strategji e grupit Elita 5 që në çdo album të ketë nga një këngë të tillë dhe ajo tregon një strategji shumë e suksesshme sepse publiku këto lloj këngë edhe i pëlqen. Keni ndonjë plan për të ardhmen? Plane ka shumë, koncerte ka shumë, si jashtë vendit edhe në troje shqiptare. Na pret një verë shumë e nxehtë me koncerte, me mbrëmje dhe besoj se do t'ja kalojmë, besoj se publiku na pret me shpirt edhe ne do t'jemi ato që gjithmonë ku do të paraqitemi do t'japim kënaqësi atyre. Urojmë të vini sa më shpejt. Paqetër, faleminderit edhe unë publikut për këtë atmosferë dhe pritjen e ngrohtë që ja bën klubi Elita 5. Unë mendoj që jeni një legjendë. Mendoj unë. Ti si mendon fjalën legjendë? Po shumica e thuan, atë besoj të jetë ashtu siç thot publiku, se legjendët pas një kaset me atë orë. Po, është po, ka qenë albumi i dytë, ka qenë albumi Nuk jam Al Capone, i cili ka dalë në treg në vitin 92 dhe akoma këngët e atij albumit kërkohen, se në atë album ka qenë Al Capone, Të Prese, shumë këngë, shumë hite tjera. Në thonë akoma mbas sa viteve akoma ato këngë kërkohen nga fansat e grupit. Mendoni ju se jeni një lloj bashkimi i kombit shqiptar? Tetov. Uroj që tjetë ashtu, sepse te ne nuk bëjmë dallim, ne quajmë troje shqiptare kudo që flitet kur flitet shqip. Me thonë ne më kënaqësi paraqitemi në çdo cep ku ka shqiptar dhe gjithmonë ndjehemi si shtëpinë tonë. Do me thonë ne shqiptarinë kudo që tjetë e quajmë si shtëpia jonë. Normal, si që thate edhe vetë, të gjithë jemi shqiptarë, ajo në mba. Këngë më e bukur që keni kënduar si grup, si mendoni? Ka shumë këngë bukura që ka grupi Elita 5, po duhet thonë se kënga Nuk jam Al Capone ka qenë ajo këngë që publiku edhe jashtë kufive në shtetit ku jetojmë ne, në Maqedoninë e Veriut, e njohu grupin Elita 5. Do me thonë, mund thuhet se kënga Nuk jam Al Capone ka qenë një hit i vërtet i grupit, pastaj kanë viju edhe këngë edhe hita e shumë tjera. Po ajo ka ngelë si një pasaport e grupit Elita 5. Mund të thonë që kemrat e grupit? Kemrat e pjesëtarëve të grupit? Dihet, tastier është kompozitori, krijuesi i gjithë këngëve të grupit Elita 5, Nezhat Mujovi, Virusi, në bas gitar Agroni, në bateri Besimi, solo gitar Valoni, ritëm gitar Vipi dhe unë Arifi vokal. Pra nuk ka ndarë asgjë? Ja, 20 e sa vite jemi bashk, akoma jemi të njëjtet persona që e kemi filluar karrierën, akoma jemi të njëjtet antar. Do me thonë asnjë antar të ne nuk është ndryshu që mbi 20 vjet. Ju falenderoj, uroj sukses. Faleminderit, suksese edhe ju. Faleminderit.